A mund të jepet zakati për çdo lloj kontributi në veprat e mira? Jo, zakati nuk mund të jepet për çdo lloj kontributi në veprat e mira. Zakati në origjinë është e drejta e të varfërve. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, u merret të pasurve të tyre, domethënë prej muslimanëve, dhe u jepet të varfërve të tyre, domethënë gjithashtu prej muslimanëve. Pastaj Allahu madhëruar u ka shtuar kësaj kategorie disa kategori të tjera, të cilat ose janë synime më të larta se largimi i varfërisë, dhe që është lufta në rrugt të Allahut për të mbrojtur fen, nderin, pasurinë, dhe bashkë me të futet edhe lidhja e zemrës së ndokujt në Islam, ose janë për në shërbim të mbledhjes së zakatit dhe që janë punojësit e zakatit, ose janë në të njëjtën kategori me të varfrit dhe që janë borxhlit, apo ai që ka mbetur në rrugë, apo i sklavi dhe lirimi i sklavëve nga skllavëria. Madje skllavëria është kategori më ulse vetë varfëria, dhe prandaj zakati në përgjithësi është për të varfrit, dhe këtë kategori që i ka përmendur Allahu madhëruar në surën e Tobe, dhe nuk është për të gjitha punët e mira, apo për çdo lloj kontributi në punët e mira.